Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar, me ne është bashkuar Vilson Skuka, dikur ish punonjës policie, tashmë mund ta quajmë artizan, ka punishtin e tij, bëm produkte lëkure, dy pasione krejtë ndryshme, por çfarë i bëri bashkë tek ty? Faleminderit që erdhe një herë. Faleminderit juve që më pritët. Atëherë, dy pasione krejtë ndryshme, por duke qenë që qenë i vogël, kam qenë person të cilën të gjitha produkte vizatimet kisha qef t'i bëja vetë. Edhe në vizatime bardezi, jam goxha mirë, do me thënë në fushën e artit. Me vërtet janë dy punë të ndryshme, po na lidh pasionit të dyja. Si për njërën punë që bëja dikur, edhe për punë aktuale që jam artizan. Është pasioni që i lidh të dyja bashkë. Si fillim polic, çfarë tërhoqi, çfarë të shtyu që ndiqe rrugën e mbrojtësit të ligjit, mbrojtësit të komunitetit? Në policinë e shtetit kam punuar gjithmonë te sektori shqiponjave. Kam punuar në Treqarqe, në qarkun e Shkodrës në fillim, pastaj kam punuar për rreth 3 vite e gjysmë në Tiranë, po te sektori shqiponjave, dhe karrierën time në policinë e shtetit e mbylla në qarkun e Dimrës dhe aty po në sektorin e shqiponjave. A ka pas vështirësi puna juaj si polic, çfarë evidenton, çfarë kujton? Shumë, vështirësi ka pafund. Do me thënë, pjesa më vështirë ka qenë pjesa e protestave ku kemi qenë që gjithë kohës në punë. Por ka dhe momentet bukura. Ka dhe akoma dhe momentet vështira të cilët ti hasësh me persona të ndryshëm, të kërcënojnë, nuk është se është punë e thjeshtë. Kanë kërcënuar? Është thjesht aty momentare, nuk është se vazhdon më të tje kjo pjesë. Por jo se ndodh. Por ka pas raste të cilët ndodh që kërcënojnë për x arsye, pasi mendojnë se ti e ke personale. Çfarë vështirësish keni pasur ju sa i takon protestës, duke qenë se jemi në një kohë protestash së fundmi, ju e cekët paksa, cilat janë vështirësitë në një protestë? Në një protestë nuk dihet si merr asnjëherë situata. Kjo është e papritura, është vështirësia më e madhe. Në moment mund të jetë qetë dhe në një moment tjetër turma është e pamenaxhueshme. Kjo është vështirësia të cilët nuk e di se çfarë të ndodhi hapin e radhës. Si e ke arritur ta menaxhosh? Kemi qenë grup, nuk është se kemi menaxhuar vetë. Domethënë, çdo gjë ka qenë e mirë organizuar. Sa i përket pasionit tënd, ti ke pasion prodhimet me anë të lëkurës, si lindi ky pasion? Sa vite ke që aplikon? Si është e gjitha kjo? Atëherë, punën që po bëj aktualisht si artizan, e kam filluar paralelisht kur jam qenë policinë e shtetit. Ka qenë më shumë për të mbushur kohën e lirë. Çfarë do bëja pasi do mbaroja punën? Që mos të shpenzoja kohën kot, doja patjetër të merresha me diçka. Dhe kjo lindi pastaj, domethënë, krejt rastësisht, siç e thash pak më parë, për një klëf prangash, të cilët më duhej që unë ta riparoja, dhe e bëra nga e para. Dhe aty pastaj filloi duke më hyrë në qef që ta provoj me një portofol, pse mos ta provoj dhe me një çantë, kështu me radhë, pastaj të merr rrjedha vet. E bëre vet, kishte një informacion të mëparshëm, e pe diku, frymëzove nga diçka, apo lindi krejt natyrshëm me anë të logjikës, nuk e di. Jo, është më shumë është logjik. Është pjesë e logjikës. Thjesht klëfin e vjetër të prangave, unë e hapa e çmontova dhe në bazë të asaj u bëra dhe i tjetër. Po si evoloi ky pasioni juaj për prodhimet e lëkurës? Çfarë përdorët më pas, si arritët që ta ktheni pasionin në një formë biznesi, shitje që të siguronit edhe të ardhura? Siç dihet edhe çdo gjë ndodh online. Domethënë, edhe punën unë kam mësuar çdo gjë online, duke harxuar shumë kohë, duke studiuar shumë në lidhje me këtë fushë, duke mësuar teknika ndryshme të qepjes, pasi unë disa produkte unë i qep me dorë. Është, domethënë, autodidakt, si i thonë që çdo gjë e kam mësuar vetë. Është thjesht dëshira e madhe për të punuar në një punë të cilën unë dihem mirë. Po, si e koordinonit në ato kohë punën, pasionin tuaj me policinë e shtetit, si punonjës si policisë së shtetit? Sa e vështirë ishte që të kishe shumë kërkesa për produktet që ju bënit, por nga ana tjetër dhe impenjimet që kishit në detyrën e efektivit? Ka qenë shumë e vështirë, me thënë drejtën, sepse punoja në fillim, punoja në shtëpi.
Nuk është se kisha një punishen time apo një studion time. Në fillim punoja në shtëpi dhe ka qenë shumë e vështirë, ka qenë shumë e lodhshme për mua që ti menaxhoja të dyja, pasi puna që ne bëjmë nuk është se ke stabil punë gjatë gjithë muajit. Mund të punosh, me zëm 2 javë je full, je domethënë pa ndalim, dhe 2 javë ti mund të jesh pushim. Por që ti bëja të dyja ka qenë shumë e lodhshme. Me thënë, por arrija që ti menaxhoja. Kur vendosë që të hiqni dorë nga policia e shtetit dhe a ishte një vendim i lehtë apo një vendim i vështirë dhe i zgjatur në kohë? Vendimi i policinë e shtetit ndodhi domethënë krejt papritur. Thjesht e ndava mendje që unë duhet ta lej dhe të vazhdoj pastaj të ndjek pasionin që unë kam. Ishte vendim i vështirë në moment, se kur bëj punë që e bë me dëshirë të madhe, normal që shkëputja nuk është e lehtë. Po e ndava mendje dhe më duhej patjetër që të lija policinë për të avancuar në punën që unë bëj aktualisht. A ke menduar ndonjëherë të emigrosh ose ke shok, miq të afërm që kanë emigruar, të kanë shtyr ideja për të emigruar, por çfarë të kanë mbajtur këtu në vendin tonë? Për të emigruar domethënë ka pas raste që edhe ka menduar, por kohët e fundit vendosa që të qëndroj në Shqipëri. Edhe këtu ka të ardhme, nuk është vetëm jashtë. Kam goxha miq, shok të afërt dhe miq që jetojnë jashtë, po edhe në Shqipëri ka të ardhme. Ku e shikon? Ku frymëzohesh? Ku e shikon faktin që ti je optimist për të ardhmen? Atëherë gjërat po avancojnë akoma edhe më shumë, çdo ditë më shumë. Unë po e marr në aspektin në punën time, të cilët në fillimet e mia ka qenë shumë keq. Domethënë, por sot po të punosh fort dhe po të duash atë që ti bën, e ardhmja është kudo që ti je. Mjafton të jesh në një vend edhe në fshat të largët, po të jesh, duke qenë që çdo gjë është online, ti mund ta bësh të ardhmen ku do duash. Por më mirë se vendi jot nuk ka. Kur e rikthen kohën pas, a do e merrje sërish një njëjtin vendim për të lënë policinë e shtetit, apo në një farë formë jeni bërë pishman për atë vendim që për ty ishte i menjëhershëm, dhe a ja vlen më shumë si polic apo tashmë si një biznesmen në një punisht të vogël, një biznes familjar, le ta themi? Besoj se prapë të njëjtin vendim do merrja. Qofse do t'i bëja të njëjtat punë paralelisht, se në të dyja punët është e lodhshme, nuk po them që nuk është e lodhshme. Por besoj prapë të njëjtin vendim do merrja. Nuk është se jam bërë pishman. Kanë qenë ato rreth 7 vite që unë kam punuar, kanë qenë goxha të mira për mua, kemi mësuar goxha shumë nga policia e shtetit, por në fund të ditës duhet me zgjedh atë që bën më mirë, duhet me zgjedh pasionin mbi të gjitha. Tu ke disa produkte, nuk e di nëse mund të na isërosh se cilat janë, shikojmë një dru që ju e keni improvizuar, keni një si formë, nuk e di se piruni çekiç. Po. Atëherë kjo është morsa që përdoret për qepjen e produkteve të cilët janë me qepje dore. Ky është kompasi që mat distancën sa ti duhet me bë vrimat njërën tjetër. Se mund bësh një improvizime? Po, edhe më ta bësh, s'është problem. E bëhe me një ato. Po. Këto janë pirunat, të cilët përdoren për të shpuar vrimat, ka një përmasat eksakte, dhe ky është çekiçi që duhet patjetër ky lloj çekiçi për të shpuar me këto piruna. Mund ta bëj demonstrim këtu. Kjo vendoset midis këmbëve që të mbahet. Atëherë kjo është morsa e drurit, të cilën përdoret për të fiksuar lëkurën për ta qepur. Do të bëj një demonstrim që ta kuptosh se si është të qepësh me 2 gjilpëra. Ti arrin të qepësh me 2 gjilpëra? Po, është mënyra më e mirë për të qepur me 2 gjilpëra, sepse edhe fijet duhet të jenë të njëjtrajshme. Nëse nuk janë fiks në një matësi, domethënë një gjatësi të dyja fijet, qepja del keq. Ke pas familjar që e kanë ushtruar këtë lloj profesioni? Jo, unë jam i pari. Është mamaja e cilët bë punime me grep, që është shumë e mirë në atë punë, dhe kam trashëguar pa nga ana e familjes, si i thon. A ke parë video në YouTube, a ke bërë trajnime të ndryshme lidhur me këtë punë që ushtron? Atëherë, çdo gjë unë e kam mësuar online. Kam blerë edhe kurse të ndryshme. Nuk është se vetëm me të pame, se janë disa detaje të cilët jo të gjithë i tregojnë.
Por pjesa më e madhe është duke parë si punon një artizan të cilët është shumë më i avancuar se unë, si punon një tjetër, si prodhohet kjo çantë, si nxirren paternat e çantave, paternat e portofolave. Dhe kështu vetë unë e kam mësuar pak nga pak, që duhen vite për ta mësuar si punë. Nuk është se mund ta mësosh direkt vet. Dhe keni arritur që ta ktheni këtë në një punishte familjare, keni përfituar ndoshta subvencione nga shteti, ndihmë nga shteti për zanate të reja, për punishte të reja, dhe sa të rëndësishme janë ndoshta për të shërbyer edhe si një model dhe frymëzim edhe për të rinjt. Akoma nuk kam marrë ndonjë fond përkatës për fushën tjetër, pasi edhe unë nuk është se i kam bërë aplikimet e duhura për të përfituar këtë fond, por besoj vitin tjetër pse jo do aplikoj, sepse është një goxha ndihmë për një artizan që siç jam unë, që jam i vogël, jam në hapat e mia të parë. Si u njoh Wilsoni në këtë punë që bën? Si u përhap fjala që ti bën produkte të mira, që bën produkte cilësore, e promovove në rrjetet sociale, çfarë lloj promovimi i bëre biznesit tënd? Atëherë që në fillim çdo gjë është shfaqur në rrjetet sociale. Të gjitha, domethënë, llojet e produkteve janë në rrjetet sociale. Ajo është mënyra e vetme për momentin, domethënë që ti mund të bësh promovim pa kosto ekstra. Që ti poston dhe pastaj algoritmi të nxjerr në pa. Dhe e dyta është që kam qëndruar me të njëjtin standard siç kanë filluar në fillim, deri më sot që produktet janë shumë cilësore. Dhe kjo është që vetë produkti bën reklamën e vet. Kështu që ndonjëherë nuk është nevoja shumë të bësh edhe reklam, se puna shet veten. Nga ana monetare vlen më shumë puna si një polic apo puna me pasionin që ti bën? Apo perspektiva ishte ajo që të mbajti në këtë punë? Nga ana monetare, nuk është se nxjerrim ndonjë fitim, wow, goxha të madh. Por në fund të ditës si thon, atë lek që unë marr e di që jam i qet, nuk i kam rënë dikujt në qafë, apo nuk kam bërë një gabim, apo në një veprim të gabuar, por në fund të ditës unë jam shumë i qet. Qofse unë do nxjerr për shembull 2 lek, ato 2 lek unë i marr me pastërti. Çfarë bën në punishten tënde? Çfarë produktesh arrin që të realizosh me këto vegla që ti ke? Me këto vegla që un kam, janë edhe disa tjera, po këto janë kryesorët. Këto janë domethënë baza që duhet të ketë çdo kush. Por produktet janë të ndryshme. Rrypat e mesit, çanta shpine, portofola, varet është me periudha se çfarë kërkon tregu. Për shembull, ka periudha që duan vetëm çanta, ka periudha të cilët kërkojnë veç portofola. Që është varet se çfarë kërkon tregu, nuk është se mund ta ndajmë fiks që po duhet patjetër me bë këto. Në punishten time bëhet gjitha. Tashmë ti je nisë vetëm, vijon ti je akoma vetëm apo je shtuar në punishten tënde, ndoshta ka ardhur të ndihmojë ndonjë familjar, ndonjë person i afërt, nuk e di. Jo, në punishten time un jam vetëm. Siç e kam nis vetëm, akoma vazhdoj të jem vetëm. Shpresoj që të zgjerohemi, pse jo. Por për momentin jam vetëm. Cili ka qenë suporti yt më i madh, ndoshta edhe monetar, por edhe shpirtëror, emocional në këtë rrugë? Suporti më i madh është kur një klient ngel i kënaqur dhe thotë, "Shiko, shumë faleminderit, çanta na ka pëlqyer shumë, e shumë të tjera." Domethënë mjafton ato suporti janë llafet e mira të cilët na thon të gjithë në rrugtimin që kemi marrë si artizan. Që nuk ka suport më të mirë kur të thon një llaf shumë pozitiv. Të mungon jeta si polic? Mund të themi edhe po mund të themi edhe jo. Ka qenë një punë me adrenalinë, me thënë drejtën, por duke marrë parasysh që jam më mirë dhe më i qetë në punën time, mund të them edhe jo. Cila është ambicia jote në të ardhmen? Çfarë dëshiron të bësh në të ardhmen, e afërt? Në një të ardhme të afërt, gjithmonë ideja është që të zgjerohem akoma edhe më shumë përtej kufive, jo vetëm në Shqipëri. Kjo është se që një miku im pati thonë, në momentin që ti ulesh diku në kafe rëndom dhe shef një klient që po pi kafe aty dhe ai ka produktet e tua, atëherë ti po shikon suksesin që po të ndrit. Që ti ulesh rëndom në një kafe dhe ti shef dikë që ka produktet e tua, që ai i përdor. Kjo është domethënë atë që unë mundohem të arrij. Cili është mesazhi yt për bashkëshortar, për të rinjt,
për ata që ndoshta kanë hezitim për ndjekur pasionet për nga forma më ndryshme, t'ju rrezikuat shumë dhe tashmë mendoj që keni gjetur rrugën apo. Po, për rrezikuar akoma po rrezikoj. Nuk është se kemi rrezikuar, por duhet me bë atë që ti ndihesh më mirë. Mesazhi që duhet t'u jap, domethënë të rinjve të sotme ose bashkëmoshatarëve të mirë është që të bëjnë më mirë atë që dinë të bëjnë. Pra, aty ku ndihen më rehat, asaj ti mshojnë akoma dhe më fort, sepse një punë që ti e bë me qef, rezultatet janë goxha të larta dhe goxha të mira. Rikthimin e mendon në Bulqis, në vend lindje? Aty kanë prindrit. Shkoj në vend lindje, me thënë drejtën. Por ne e dim gjithë që Tirana është qendra e Shqipërisë. Kështu që çdo gjë është në Tiranë. Pavarësisht se puna është online, një pjesë të punës unë e bëj edhe me kontaktet e mia që kam në publik, në terren, apo që unë takoj dikë, takoj mik. Por të ardhmes nuk i dihet asnjëherë çfarë mund ndodhi. Ndonjëherë mund të jemi akoma dhe më qetë Bulqis dhe thjesht vim në Tiranë sa për punë. Kështu që s'do ishte keq. Faleminderit shumë Wilson që ishit me ne në këtë hapësirë. Faleminderit shumë që ndat me ne pasionin tuaj dhe shpresojmë shumë dhe urojmë të mirën për ju.